Të nderuar drejtor, i nderuar zëvendës kryesues, përshëndetje për gjithë. Për sot, si që jeni të njoftuar, kemi thirrur mbledhjen e radhës pra mbledhjen e tretë për vitin 2025 të Kuvendit të Komunës së Prizrenit. Të pranishëm jemi 29 anëtar të Kuvendit, ku konstatoj se kemi quorum për me i vazhdu punimet e kësaj seance. Dhe për sot kemi këtë renditje të rekomanduar nga Komiteti për Politikë dhe Financa. Rendi i ditës është ky: shqyrtimi dhe miratimi i proces verbalit të mbledhjes të datës 27 mars 2025. Në 2 shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës, 3 pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme, 4 shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për bartjen e mjeteve dhe të kalimin e të hyrave vetanake të vitit 2024 në vitin 2025. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për lejimin e mjeteve financiare për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga shpërthimi aksidental i mjeteve piroteknike në lagjen Bashdarhane. 6 raporti financiar për periudhën janar-mars 2025. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit paraplak mbi dhënien e pronës komunale në shfrytëzim afatshkurtër organizatave të shoqërisë civile dhe shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e komisionit vlerësues. Po filloj me pikën e parë, sa i përket proces verbaleve. A keni diçka, të një vrejtje, sugjerim, diçka? Në qoftë se jo, po e hedhim në votim. Prezent jemi 29 anëtar. Kush është për që të miratohen proces verbalet? Unanimisht, ju falenderoj gjithve. Kalojmë te pika e dytë, shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës. A ka dikush diçka me shtu rreth rendit të ditës? Në qoftë se jo, atëherë po e hedhi në votim edhe rendin e ditës. Prezent jemi 29 anëtar. Kush është për që të miratohet rendi i ditës? Unanimisht, ju falemnderit gjithëve. Po kalojmë te pika e tretë, pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme. Ju lutem kush e kërkon fjalën ta ngritni dorën. Po Bajram Kastrati. Faleminderit kryesuese, përshëndetje ekzekutiv, kolegë kuvendar. Meq po mungon kryetari nën kryetari, megjithatë pe parashtroj si pyetje. Projekti buxhetimi me pjesëmarrje, parat tona, idetë tona, Prizreni ynë, çish është cek aty, që ka vazhduar edhe në këtë vit, cila është arsyeja e mos implementimit apo së paku fillimit të punimeve të projekteve të vitit të kaluar. Njërin nga këto projekte ka qenë edhe renovimi i shkollës së vjetër në Gjonaj, që s'ka fillu fare puna. Pyetje për drejtoreshën e emergjencave. Çfarë po ndodh me projektin e kamerave të qytetit? Janë parë pak kamera të vendosura diku në qytet. Pse nuk po vazhdon vendosja atyre në pjesë të tjera dhe a keni verifikuar a janë në përputhje specifikat e kamerave të vendosura me ofertën tenderuese, kur dihet se mund të kemi format të njëjtë të një produkti, por specifikat dhe kualiteti kamerës dallon dukshëm. Faleminderit. Faleminderit Bajram, dikush tjetër? Po Karanfil Haxhillare. Faleminderit kryesuese. Me qenë se unë pyetjet kryesisht i kom për kryetarin dhe drejtorin e shërbimeve publike, por të dy në këtë rast nuk janë. Pavarësisht deklarimeve të mia edhe në seancën e kaluar, drejtori lamaj as që e mori mundin të përgjigjet, pavarësisht që nuk isha këtu, por që në momentin kur ripjen pyetjet, ai obligohet që të përgjigjet. Unë prita ndoshta do të përgjigjet me shkrim, po as këtë nuk e bëri. Pra kjo qeveri se veç për kalon në arrogancën edhe më të thellë të saj. Unë sot do të ngri një çështje të një qytetari, i cili qytetar është 92 vjeçar, me emrin Alush Krusha, i cili me 10 herë ka tentuar që të takohet me kryetarin e komunës, por për çudi ju që deklaroheni se jeni të hapur me qytetar, plakun në moshën 92 vjeçare e sorollatni në për korridore dhe dyert të mbyllura, duke mos e takuar që nga marsi i vitit 2024. Kërkesa e vetme e tij, pra ky takim nuk bëhet vetëm për një kërkesë të vetme të tij legjitime, pra një ashensor në banesën e tij. Dhe ai këtë kërkesë e ka bërë duke u mbështetur në premtimet e juaja elektorale,
ku si në fushat, si projekt elektoral e keni pas ndërtimin e ashensorëve në përbanesa të ndërtuara para dhe pas luftës. Gjë të cilën nuk e keni bërë, dhe ky problem i Bacës Alush nuk është vetëm i tij, është i 10 pleqshve të tjerë të cilën banojnë në katet e 5 dhe të cilat gratë e tyre janë të ngujuara në ato banesa. Në këtë rast, bashkëshortja e Bacës Alush ka me muaj të tërë e cila nuk ka asnjë mundësi që të dalë nga banesa e saj për t'i kryer shërbimet e nevojshme jetike të saj. Prandaj kërkoj nga kryetari i komunës në këtë rast, me qenë se drejtoria e mirëqenies dhe e urbanizmit e kanë neglizhuar dhe në kodet e tyre buxhetore nuk e kanë paraponi të tillë, që sa më shpejt që është e mundshme t'i gjendet zgjidhja këtij qytetari dhe shumë qytetarëve të tjerë, sepse jeni kryetar i të gjithë qytetarëve pa përjashtim moshe dhe së paku ta takoni, t'ia dëgjoni hallet e tij. Me qenë se nuk e keni pranu Bacin Alush, unë të gjitha kërkesat e bëra zyrtarisht, po t'i dërgoj ty kryesuese në mënyrë që t'ja përcjell kryetarit. Kurse për pyetje tjera, kom shumë pyetje tjera, po me qenë se nuk janë drejtorat këtu, atëherë s'kom, edhe kur po jenë nuk po japin përgjigje, le më që s'janë. Faleminderit shumë Karanfil. Ju lutem ta respektoni, të mundoni edhe kohën. Faleminderit. Po. Faleminderit. Do t'ja u përcjellim patjetër. Ertan Simiçiu fjalën. Teşekkürler Sayın Meclis Başkanım. Saygıdeğer müdürler, değerli meclis üyeleri, saygıdeğer Prizren halkı, değerli medya mensupları. Sizlerin de şahit olduğu gibi yaklaşık 4 aydır Prizren Şehir Mezarlığı'nda kullanım suyu bulunmamaktadır. Bu sorunu birkaç defa gündeme getirdik. Maalesef ne ekoregyon ne de hidroregyon işletmeleri bugüne kadar bir çözüm üretemedi. Vatandaşlarımız ve mezarlıkta çalışan personel bu konuda şikayetçi olmaktadır. Bugün de sular yoktu. Burada açıkça hem ekoregyon hem de hidroregyon yetkililerine seslenmek istiyorum. Yani hiç mi vicdanınız, sorumluluğunuz yok? Bu sorunu çözmek bu kurumların sorumluluğundadır. Ve en kısa zamanda bu su sorunun çözülmesini talep ediyorum. Aksi halde Prizren vatandaşları olarak tepkimizi hukuki yollarla göstermeye başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Diğer yandan Eğitim Müdürümüz Sayın Lulyeta Guta'ya bir talebim olacak. Son yıllarda dünyanın genelinde özellikle anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, çocuklarımıza okullarda en fazla eğitim sunulan zeka oyunlarından biri de satranç oyunudur. Prizren'de birkaç tane kulüp bulunmasına rağmen özellikle çocuklarımıza yönelik farklı eğitimler, kurslar verilmektedir özel olarak. Ancak bu kuruluşların, bu derneklerin hem yer sorunu, hem saha, hem de maddi destek sorunları bulunmaktadır. Eğitim Müdürlüğü'nce imkanlar dahilinde bu kuruluşlara, bu derneklere yardım edilmesini ve özellikle de okullarımızda satranç eğitiminin bir gelenek olarak öğrencilerimize öğretilmesini talep ediyorum. Aynı zamanda da Kamu Hizmetleri Müdürümüze de bir sorum olacaktı, ancak kendisi burada olmadığı için talebimi yazılı olarak bildireceğim. Teşekkürler. Ju falenderit zotri Simiçiu, fjalën e ka Shukri Çuni. Faleminderit kryesuese. Përshëndetje kolegë komendar, përshëndetje media, gjithë pranishëm. Kam një
fakt një rikërkesë, çështja me ngrit është fjala për drejtorinë e arsimit, çështja kulmit në shkollën fillore Luiz Gorakuqi në Ashec. Unë kam kërku në fakt për me ju ndru ose më rregullua ajo pjesë e kulmit. Drejtoresha tha që mbetet për vitin 2026 për më rregullu sepse ashtu kam bë kërkesën. Unë kam bë kërkesë që të ndërtohet në vitin 2025. Edhe ato që keni pas që mi riparu, thash mi përfshin gjitha me rregullu në 2025. Ose për 2026 mos e lini kryeni tash në 2025. Qysh do që keni planifikue, mos të pi kulmi, se për shoh që nuk do të rregullohet. Kam bë kërkesë për rregullimin apo riparimin e monumentit të Lirisë tek posta, te lapidari i herojit kombit Remzi Ademaj. Nuk e di cila drejtori e ka, unë kom drejtu drejtorisë për rini, kulturë dhe sport, drejtori s'kan ka këto. Që 3 vite është bën kjo. Kanë detyru me bën projektin, me nxjerr lejen prej trashëgimisë kulturore atje që është. Gjitha kanë qenë dokumentet gatshme që 3 vite nuk është punu. S'po di që s'po mundën me shku do aty më afru të lapidari. Edhe shkronjat e dëshmorëve e herojve aty i mungojnë. Cila drejtori e ka për baj pyetje që tam? Drejtori kulturës thot nuk e kam. Drejtori shërbimit publik thot ju, thot cila mirët me këto. Plus lapidari që kanë bërë kërkesë në Ashec është komplet i shkatruar. Vjen një firmë aty, punon diçka dhe më njëherë largohet pa kryer si punë. Pastaj kanë bërë një kërkesë, drejtori nuk qenë ka këtu i shërbimeve publike. Ne kemi vecet edhe në bord shkollës. Vecet i kemi me grupë skeptike. Kam kërkuar prej drejtorisë shërbimeve publike që edhe një lagje aty mu përfshi me atë kanalizim edhe mu lidh në kanalizimin kryesor. Edhe ata janë me grupa skeptike, dhe më thonë që i kanë në borë grupat e veceve. Drejtoria e rinisë, kulturës edhe sportit kanë bërë kërkesë për rregullimin e fushës sportit në Ashec. Nuk e di unë me çfarë punë është ka mirët ky fort drejtori, se është ngarku tepër. Tash ka gjën vetes i kanë ndu barra trauma. Po mos i qenë ka këtu nashta kthehet edhe bisedojnë pak më gjansisht. Drejtoria e turizmit. Çka ka bëhet me ato punime më në Ashec? Tash aty kemi bën fotografime që janë ka vinë edhe duke derdh edhe materiale edhe bërlloge. Ajo bën si deponi në Betorinave aty. Ktu ka bërgjësi të madhe edhe Hidroregioni Jugor, për dhe jo si drejtori që e keni bën aty vendin deponi. Ja hajde një pastroni ato, ja le të rregullohet. To janë 2 sende tashmë. S'kemi shka zgjatim to. Plus kemi bën një kërkesë për fjala për drejtorinë e shërbimeve publike, për mund ndërtuar një rezervuar i ujit në fshatin Ashec. Edhe atë magj, është kufinj është. Ka qenë dashur edhe nën kryetari më në muk këtu. Tu i falenderoj kolegë kuvendar që kanë votu buxhetin kur kanë 70.000 euro janë nda për këtij kuvendi, edhe kryetarin po ashtu falenderoj, që më ka për krah. Ndërsa ushtrues detyra ekzekutiv shka është atje në Hidroregion, ai zotnia atje nuk e ka para pa. Domthon më mirë është më ngarku pompat e ujit në Ashec me një rezervuar që i furnizon me gëzhdanike, me kobje, me vlashnje, atë magje në Ashec tu pesë lagja jeta ri, se sa me bën edhe një rezervuar tjetër që mi ndihmu aty në pompave të ujit. Nuk e di çfarë eksperta jemi ka prodhojmë në këtu, kanë for shkolla ata, dina e sena joa. Edhe drejtor i turizmit, bisedo me drejtorin e Hidroregionit Jugor, mos na shtini llugave kot. Punëmarrësi afër burimit i kalon do gypa, tash mallësia s'po di sa është, janë gypat betonit, për me largu projnë. Ata gypa janë drejt për drejt në burim të ujit pijshëm. Le t'i hek ata gypa për aty. Së është ka endot ujin e pijes. Nuk ka nevojë me ngrit çështje këtu e mos mu kry punimet. Ato çështje që ngriten këtu edhe ato probleme unë kërkoj për drejtorëve mi kry këto. Nëse ju nuk i kryni, nuk e di atëherë çka bëjmë atë, ose çfarë roli kam unë këtu ose kuvendar tjerë. Ton kohët njëjta pyetje, njëjta çështje që janë të ngrit. Ju faleminderit. Ju faleminderit zotri Çuni, fjalën e ka Selman Sokolaj, përgatitet Florent Ukaj.
Faleminderit kryesuese. Kryetari Totaj me të marrë mandatin ndër punët e para që ka pas bën ka qenë ndalja e shujtave për nxënësit e klasave të para deri në të katërt. Ndërsa tani ka ardhur situata që edhe në qerdhe bukën e marrin fëmijët me veti. Çfarë degradimi. E dyta, Vazhdo Selman. kushdo që ka Ju lutem mos pretendime, ndërhyeni po drejt Selman ka pas pretendimin mediat prindave, kjo është shumë e vërtet. Nuk e di pse po reagon kështu drejtorisha e arsimit. Edhe Totaj masi s'është marrë me punë që i takojnë, është marrë për shembull me çështje nacionale, është marrë me verion. Në zgjedhje nacionale, në fshatin e tij në Gjonaj, Partia Demokratike që përvërson Totaj ka dalë treta. Domthonë ka marrë mesazhin e qytetarëve për ata që po marrin. Po qëndrohemi në zgjedhje lokale, të lutem. Kryesuese, çka flas Po qëndrohemi në zgjedhje lokale, po. Nuk tregon ty shoqëtotaj çka flas unë. Unë mund të më fol diçka që hisë pëlqen ty, po ajo është çështja imja. Kështu që jemi në rregull. Domthonë është marrë me çështje nacionale, s'është marrë me çështje lokale, për çështje nacionale fshati Gjona e ka dhënë përgjigjen, është subjekti i tretë pas vendosjes së LDK-s. Për drejtorin e shërbimeve publike, që në këtë rast mundet me qenë edhe kryetari i informuar, çështje lokale kryesuese është thelbësisht kjo lokale, ka të bëjmë me kontratat e ndriçimit. Unë kam disa pyetje për drejtorin, po edhe për kryetarin, mbasi kryetari mundet me ditë drejtori çen ka këto. Apo hetohet projekti 2.5 milion eurosh i ndriçimit, a është intervestuar nga krimet ekonomike ose prokuroria për këto projekte drejtori, edhe janë kry pranimet teknike për ndriçimet e vendosura në disa fshatra. Për drejtorin e DKRS-s, me të fillu mandatin në kornizën afatmesme buxhetore janë para po 3 herë nga 1 milion euro për ndërtimin e Has Arena, më duket e keni pasqyt, madje edhe privatisht i keni marrë qytetarëve të holla. Nuk e di që ka ndodhur me to, ajo kanë kthy qytetarëve ato tolla që e keni marrë. 2022 janë para po 1 milion euro, 2023 1 milion euro, 2024 1 milion euro, gjithsej 3 milion euro, që do duhej që në fund 2024 ose sot tash ai do të pritet shiriti. Tash aty po shohim disa punime, kush po bën punime, a ka projekt, a ka kod buxhetor çka është duke ndodhur aty. Te drejtoresha e arsimit, seancën e kaluar nuk ka marrë përgjigje. E kam ngritë çështjen e transferimeve, çështjen e honorareve. Domthonë kanë vazhduar me u lajmëru profesorë arsimtar të ndryshëm edhe për honoraret edhe për transferimet që dyshohen që janë të kundërlidhshme, e kreva kryesuese edhe pa. Për drejtorin e administratës, drejtar në hyrje të administratës të në komunë është dera që thot mos e shty. Mirë po ajo 2 herë pa shty nuk hapet, nuk mundet me i një qytetar me kry shërbimet. Është problem i aty për atyshëm, apo është problem që nuk po merr zgjidhje, se besoj që një derë rrotulluese me rrugullu nuk është ndonjë punë e madhe. Aty mungojnë edhe tualetet, që janë ka 2 vite më duket që nuk janë të hapur, nuk janë të mirëmbajtura. Është problem për qytetarët, sidomos për qytetarët që janë moshë dhe që kanë smundje kronike. Edhe fundit kryesuese shumë shkurt ka të bëjë me drejtorinë e inspektoratave. Drejtar, qytetarët ju thrasin për me intervenu, edhe njëna prej rasteve me sa di ju kanë thirrë te ish-banesat e oficerëve. Ka të bëj pretendohet që po uzurpohet një hapësinë aty për të ndërtuar një lokal afarist, edhe janë në zonë drejtarët e banesës kolektive. Tash pyetja është ju apo përgjigjen e qytetarëve apo po vazhdoni më marr me prerje shëritave, se unë po shoh vetë këtu prej shërita të rrethave. Po këto ka ankesa që s'ini përgjigj. Faleminderit. Faleminderit, Selma. Ju rikujtoj edhe një herë të nderuar kolegë, mundohuni ta respektoni kohën. Ju kuptoj që keni shumë çështje me ngrit, edhe ndoshta janë shumë pak të mjaftueshme vetëm 2 minuta, po kështu e kemi me rregullore, ju rikujtoj edhe një herë që të mundoheni ta respektoni. Floren Tukaj e ka fjalën, pastaj Petrit Hoxhaj. Faleminderit kryesuese. Unë sot e kam një pyetje për kryetarin e komunës. I nderuar kryetar, ne si LDK kemi bërë një kërkesë për vendosjen e shtatorës së presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Kërkesë ju e keni pranuar edhe publikisht,
Madje na si LDK e kemi votu buxhetin pikërisht për këtë arsye. Dhe ende asnjë veprim nuk po shihet që u ndërmarr për këtë shtatore. Prandaj pyetja ime është kur do të fillojnë procedurat dhe kur do të përfundon ajo shtatore. Faleminderit. Ju faleminderit zotri Ukaj, fjalën e ka Petrit Hoxhaj. Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, nën kryetar, kolegë kovendar. I nderuar kryetar, në fillim këtij muajit kam bërë një kërkesë të cilën ka qenë edhe për drejtorinë e shërbimeve publike dhe për drejtorinë e emergjencave, lidhur me kërkesën dhe shqetësimin e një fermieri që veç se dheu ka filluar t'i rrëshit mbi objektin ose fermën e tij, ku ka mbetur kjo kërkesë, a ka shku dikush nga komisioni për ta verifikuar se çfarë gjendje është ky fermer, ndërsa kërkesa tjetër i ndërruar drejtori administratës veti që pa të fillu një kërkesë e punëtorëve të komunës rreth pagesës së ushqimit, ku ka ngecur, do thotë, ajo duke marrur punëtorët e komunës këtë pagesë. Faleminderit. Faleminderit Petrit. Dikush tjerë, tarse nuk ka që po Agim Muçaj, pastaj Islam Thaçi. Përshëndetje kryesuese, ekzekutivi i nderuar, kryetari i nderuar, kolegë nderuar, qytetarë nderuar. Unë sot edhe një herë silli apo ripërsëris një kërkesë që kam bërë para 2 vitesh për linjat urbane ose gjithsesi për autobusat. Unë mendoj se komuna e Prizrenit përveç se ka filluar dhe është mirë që ka filluar në qytet linjat e autobusëve dhe linjat e rregullta në për lagje të caktuara, po kërkesa e shumë banorëve të fshatit Korriç dhe të rrethinës është që mundësisht të mirret një hap që sa më shpejt të sigurohet linja e autobusave urban, pasi që shumë qytetarë kanë ankesa dhe vërejtë ndoshta edhe me të drejtë sepse Prizreni edhe më thonë kjo udhëheqësi mendoj se nuk është vetëm për qytetin e Shadravanit dhe rrethinës, mendoj se edhe këto fshatra përrethë janë thjesht lagje të qytetit, mendoj se ka mjaft banor të cilët kanë probleme si nxënësit të cilët shkojnë nëpër shkolla, edhe të punësurit, pra kanë shumë probleme me udhtim, do thotë, dhe mendoj se kjo do të ishte një përgjigje që do t'ju përshtatet gjithë banorëve të rrethinës dhe sigurisht se do të jetë edhe një menjue për vetë udhëheqjen e Prizrenit. Faleminderit. Faleminderit zotri Muçaj, fjalën e ka Islam Thaçi. Faleminderit kryesuese, përshëndetje për ju, kryetarin, ekzekutivin, kolegët kuvendar dhe mediat të tjerë të pranishmit në këtë sallë. Çështjen që kam për të ngritur i drejtohet drejtorit të shërbimeve publike, meqense një pjesë e banorëve të rrugës Astret Poniku kanë kërkuar që ta ngrisë si çështje, bëhet fjalë për ndriçimin publik. Realisht para disa muaje kem pas punime në atë rrugë për zavendësimin e poçeve. Aty kanë filluar punimet, janë larguar poçet e vjetra që kanë qenë apo komplet ato llambat. Mirë po që 2 apo ndoshta 3 muaj nuk kem vazhdim punimeve, edhe rruga në gjatësi mbi 200 metrash është në errësirë të plotë. Do të pyetja ime është se kur do të vazhdojnë punimet aty për të vu sistemi i ri i ndriçimit për atë rrugë. Pyetja e dytë është po ashtu lidhet me ndriçimin, po kësaj radhe lidhet me ndriçimin e shumë monumenteve që janë të ngritur nga kuvendi komunal. Me të drejtë Lashuk e ngriti çështjen e lapidarit të Lirisë më në qendër të qytetit, ku edhe më herët do të është kërkuar të riparohet ajo, meqense shumicës i mungojnë shkronjat. Mirë po në para disa dite kam bërë reagim publik për njënin për lapidarëve apo monumenteve për shkak mungesës së ndriçimit. Mjafton që të fillohet nga memoriali i martirëve në lagjën të Sus, ku nuk ka ndriçim. Gjerë
në dalje të qytetit shumica e lapidarave apo memorialeve e kanë ndriçimin të dëmtuar. Kërkoj nga ekzekutivi në këtë rast nga Drejtoria e Shërbimeve Publike që të intervenohet urgjentisht në qenë se pjafromi qeshorit edhe ditës qlirimit të qytetit, është e turpshme për ne që ata që dhanë më të shtrenjtën për vete mos t'i nderojmë të paktën në këtë mënyrë duke ja mirëmbajtur monumentet e tyre. Ju falenderoj. Faleminderit zotri Thaqi. A ka anëtar të tjerë apo po kalojmë te pjesa e ekzekutivit nëse nuk ka? Atë. Apo kalojmë te pjesa e ekzekutivit, kryetar nën kryetar, a keni ndonjë përgjigje? Ai drejtoresha po. Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, nën kryetar, koleg drejtar, të nderuar asambles, media, qytetar. Filloj me Bajramin. Nuk është këtu, po për hir të korrekcisë dhe qytetarëve, projektet të cilat janë me buxhetim me pjesëmarrje, janë 3 projekte në drejtorinë e arsimit, konkretisht e pat për shkollën në Gjonaj, veç se projekti është në fazën e finalizimit dhe së shpejti besoj që gjatë javës së ardhshme do të jetë në hapja e thirrjes tenderuese, kurse projekti që ka qenë për sallën e sportit në Velezh është në thirrje publike dhe për shkollën Hysen Rexhepi është në fazën e fundit të projektimit për rregullimin apo renovimin e shkollës. Ertan Drejtoria e Arsimit nuk jep as subvenciona, s'ka mjete financiare për mbështetje të organizatave jo qeveritare, kështu që për format e tjera kudo që gjejmë ne për bashkëpunim dhe për të zhvilluar aktivitetet jemi të hapur dhe ju japmi leje. Sa i përket kulmi shkollës Nashesit, Drejtoria e Arsimit ka përfunduar pjesën e vet duke bë kërkesën te zyra e kryetarit dhe kryetari e ka nxjerr vendimin, mirë po me kërkesën juaj zoti Çuni keni kërku ta anuloni dhe kam bërë këtu ku jemi. Aktualisht me çështjen e buxhetit nuk jemi mirë, kështu që nuk ka mjete financiare se jo që s'ka vullnet edhe dëshirë, po do t'i shohim mundësi se çka muj me bë dhe si muj me revidu problemin që ka kulmi i shkollës. Kurse sa i përket zotit Sokoli, jo për t'ju përgjigjur atij, po për hir të korrekcisë së qytetarëve, çdo fjalë që ka fol për këto 3 vite e gjys janë veç pasaktësi dhe të pavërteta. Kjo e karakterizon asambleistin dhe këshilltarin e kuvendit komunal, zotin Selman Sokoli, dhe unë nuk ndjej obligim të ja përgjigje, po besoj që të gjithë ata të cilët e kanë dëgjuar për këto 3 vite, e kanë pat pavërtetat e tij në vazhdimsi dhe informatat e pasakta të cilat i flet këtu në kuvendin komunal. Faleminderit drejtoresh. Po. Patjetër, po zotëre Çuni, ju lutem replik sa më shkurt. Faleminderit, kryesuese. Drejtoresh. Ju kisha lutur zotëre Çuni e ka fjalën, ju lutem. Unë vendimin e kryetarit e kam pa dhe kam mirëpritë dhe kam falenderuar për një vendim tillë. Ka qenë shumë e nevojshme. Ju keni paraqë që edhe vitin 2026 me ndru këtë kulmi i shkollës. Unë kam kërku që mos bëhen 2 herë investime. Kam thonë çaj investimi 2026-s, le të vjen 2025-ën, edhe mu zgjidhe problem. Nuk kam kërku sikur që thatë ju mu anulu. Atë nëse kam kërku në më anulu, atë është gabim total i imi, që se kom thonë e sa thamë, po tash po thamë që rregulloni atë pjesë e cila është e dëmtuar. Çu shikeni para pa? Se 2026-ën nuk besoj që je drejtoresh. Edhe inshallah nuk je. Sinqerisht po të thamë. Replik zotri Selman, të lutem sa më shkurt. Replikat e dini që janë. Shumë shkurt, ndoshta 15 sekonda. Drejtori është nderuar, sa herë që kam fol, kam demantuar tani me fakte. Sa herë që kam fol, kam marrë shpifje, insinuata prej të gjithëve, prej kryetarit të fund. Po t'i përmendi vetëm 2 raste. Shkurtimi i orarit në Romaj të Hasit, e keni qujtë shpifje, 5 minuta s'ka shku, ja kam ofru dokumentin, edhe ma keni kërku, nuk ja kam dhonë. A i në interesu ju për atë rast që u shkurtu orari? Se në interesu. Edhe rasti në Gjonaj të Hasit.
shkurtimi i orarit që ju keni paraqit mbarvajtja mësimit shkollor për shkon sipas normave, sipas parashikimeve, prap jo kam paraqit dokumentet. Kështu që për çdo përgjigje unë kam përgjigjen tjetër, se çdo gjë që ngriti si shqetësim. Edhe transferimin e fundit që keni bën, sot s'po përmendi, jo përmendi në seancën tjetër. Ju e njeni kush është personi, e keni transferu kondërlitshëm prej një shkolle në një shkollë tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit, kalojmë te pjesa e drejtorëve të cilët dëshirojnë me dhënë përgjigje. Po, drejtor. Kryetari njerë, mandej edhe drejtoresha Ramize. Ju kisha lut kryetari e ka fjalën, ju lutem. Pas pari për do më ju përshëndet se erdha pak më vonis, edhe më ju falemderu për kontributin, se cili mënyrën e vetë, veç një citate kam e di që diku i pëlqen, diku nuk i pëlqen citatet. Janë disa njerëz që për çdo problem e kanë një zgjidhje, po janë disa njerëz që për çdo zgjidhje e kanë një problem. E me këta të grupit dytë, komunikimi bëhet në stilin pa koment, sepse nuk e pranojnë forcën e argumentit, e pranojnë veç argumentin e forcës, kurse na operojmë me forcë të argumentit. Prej ekzekutivit, ju lutem, prej ekzekutivit o ka përgjigje drejtoresha, pastaj edhe drejtori Adem Morina. Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, nën kryetar, të nderuar drejtor, të respektuar asamblesë. Unë po da një pyetje për Bajramin se ku ka met procesi i kamerave. Bajram, faza e parë e kamerave është instalu në zonën historike të qytetit. Gjatë që e keni pa kamerat që janë vendosur aty, ndërsa për fazën e dytë është bë unaza e qytetit edhe prej qafës kishës deri te Elkosi. Gjitha kamerat cilat na i vendosim, do me thonë jemi në dakordim me policinë e Kosovës, sepse ata e shohin të nevojshme se ku duhet mu vendos kamerat. Fillimisht, ma shumë jetë na kanë shku në rjetet nën-toksore për arsyet kabllimit, e për atë punë nuk duken shumë kamera, mirë po aktualisht jemi të e shtrirë rjetin e shumë shpejt kena mi vendosë edhe kamerat. Sa i përket specifikave, sigurisht që janë në bazë para masës, edhe para se me e marë kamerat, ne kemi marrë një vendim prej Ministrisë Punëve të Brendshme, ku na e kanë tregu se çfarë kamera duhet mu vendos. Kështu që ne kemi qenë në bashkëpunim edhe me ata, edhe kështu që jemi gjithçka në rregull sa i përket cilësisë kamerave. Janë të verifikueshme dhe nuk ka probleme. Mundet me pas spekulime, mirë, po në këtë aspekt jemi në rregull. E pata edhe një pyetje prej Petritit. Petrit për shtallën, unë kam qenë vetë në terren, është e vërtetë që ka rëshqitje të dhejut, aty ma herët është ndërtu një mur, mirë po fatkeqësisht aty ka erozion, edhe është e pamundur na me intervenu aty përderisa pavarësisht që ti ndërtojsh mure, është i paqëndrueshëm. Kështu që ne kemi rekomanduar që me ju drejtu drejtorisë shërbimeve publike për arsye të buxhetit, se na kemi një buxhet shumë të vogël, edhe intervenojmë vetëm në raste kur janë shumë emergjente. Ju falemnderit. Ju falemnderit drejtoresh, atëherë drejtori fjalën, po drejtor Morina Urnoni. Falemnderit kryesuese, i nderuar kryetar, nën kryetar, koleg, të nderuar asamblesë, të nderuar qytetar dhe ju media. Në lidhje me pyetjen e parashtruar nga kuvendari Florent Tukaj, që drejtu kryetari do të jap përgjigjen nga që jam duke marrë drejt për drejt me projektin fjalë për shtatorën e presidentit Ibrahim Rugova, ka qenë në planifikuar në buxhet të vitit 2025. Ne kemi si kod buxhetor dhe jemi marrë me projektin realisht. Projektin e kemi në zyre, mirë po lokacioni i cili është parapa për ndërtimin e shtatorës presidentit Ibrahim Rugova, ai është një vend i cili është votuar në asamble dhe aty parashihet ndërtimi i shtatorës komandantit legjendar Adem Jashari, dhe unë jam në kontakt edhe me shefin e grupit juaj dhe me njerëz të tjerë, kemi lyp propozime të tjera, sepse ku është ndonjë lokacion më i përshtatshëm që të vendoset shtatorja e presidentit Ibrahim Rugova, dhe po presim që brenda javës ndoshta të vjen ai propozim, dhe ato propozime ti shikojmë ku është një pozicion më i përshtatshëm që një figurë e tillë ta ketë një vend aty ku meriton. Sa i përket pyetjes së parashtruar të zotit Shukriquni, edhe pse isha gjatë rrugës të ardhur, po sigurisht ishte pyetja për lavedarët, nëse jam i saktë Lashuk.
memorial. Isha në telefon tu e ndëgju gjatë rrugës edhe të përcjella live, kështu. Kështu që pyetjen e ke parashtruar edhe më herët, ju kum përgjigjen më herët, na kemi një kontratë me një operator ekonomik, e cila ka Drejtoria Kulturës që ka mirëmbajtjen e memorialeve dhe gjithë labidarëve, dhe brenda asaj kontrate ju kemi përgjigjur, e kemi pru kompaninë operatorin ekonomik në vend Ngjarjes për ta bërë mirëmbajtjen në këtë rast renovimin e memorialit, mirë po operatori i cili ka ardhur në vend Ngjarjes nuk e keni pranuar fare sepse keni thënë ti nuk bën me punu këtu. Dhe kjo është argumenti i cili ma ke thonë edhe vetë, edhe unë po ta demontoj edhe një herë. Ne çat kompani e kemi të përzgjedhur, nëse kum përzgjedh, e ka përzgjedh zyra prokurimit dhe nëse përsëri je dakord sepse memoriali është me të vërtetë një vlerë që duhet me renovu, jemi të gatshëm përsëri me dërgu firmën dhe me kry shërbimin. Po njëjta gjë, në këtë asamble, a ditë kur unë kam liruar asamblen, është thonë që punët e cilat nuk janë kry, nga operator ekonomik janë kry pagesat. Asnjë pagesë nuk është kry. Unë s'mund ta menol njerëz tjerë në asamble po përgjigjna. Jo, me mikrofon nuk kam. Ndoshta mbrapa atje ju kisha lut ju mbrapa nëse bisedoni, ju lutem. Kështu që zoti Çuni, përsëri jemi të gatshëm nëse është e nevojshme ndërhyrja në memorial, e dërgojmë operatorin ekonomik i cili ka kontratë, edhe normal që duhet më bë mirëmbajtja e memorialin këtë rast labidarit. Zoti Sokoli e di që kemi bë planifikimet më hershme, sepse kemi dëshiruar me pas një pjesë të tillë të ndërtimit të një tereni sportiv, mirë po në mungesë të mjeteve buxhetore nuk kemi mujt të arrijmë ta bëjmë planifikimin ashtu siç është dashur, asaj përket mjeteve. E kom thonë edhe disa herë ke bë pyetje, ke parashtruar pyetje, ne si drejtori dhe si drejtor nuk kemi marrë mjete Salman. Për pjesën e projektit janë marrë njerëz vullnetar, ne nuk kemi organizuar, edhe nuk ka asnjë mjet marrën nga ne si drejtor dhe nga drejtoria e sportit në këtë rast. Faleminderit për vëmendje. Ju faleminderit drejtor. Po, urnoz do drejtor. Drejtor, faleminderit që ki përcjell, edhe pas ki kuptu pyetjen, pa edhe një ka qenë për rregullimin e fushës sportit në fshatin Ashes, nuk po përgjigje, ku bë disa kërkesa. Aty bile nën kryetari ka qenë atër ministër në Prishtinë, atje ministër i kulturës, ka pas ndonë 100.000 euro në atë kohë, po nuk e gjet, domethënë mbështetjen tonë te ish kryetari më herët kur ka qeverisë. Edhe shku në të mjetë, shku në rallë në ujtë, dhe ma nuk erdhën të na, u investu në dikun tjetër. Drejtor, që 3 vite e gjysë për bëhat qeverisi. Ku je që aty ullën, edhe unë të këmpru, më sara. Po para se më arti, ku je kryetari i partisë në hasë, ta ku më shtru asfaltu në krejtë rrugën, me shokët mi, jo vetëm, nuk thamë une, po me shokë. Edhe kjo arti në sofër të shtrune, hazër, gati. Asë një mundi të se ki që e ki bon ku jeti. Ta më se hara. Gjithë duhet me këqyrë ka ki ardhë. Kur më si në nëshma ata të cilët kanë ndihmu, pa interes personal. Unë se arë që tu asembleisti par jam që tonë që të kovend. Sa vjetë nuk e divish, merë logarit i kura maru që kja shpia barë. Halo interes personal nuk kom kry që tonë. Vish nëse e din dikush sa moja gjelponës letë ma thot, haptas, interes personale di shko. Unë më shtinë punë, kur se nuk keni shtinë punë, heqë mu, fëmijë të mi, familjar, asë një heqë. Interesi qytetarit në ka prumu këto, rrugë, kanalizime, sidomos, pika ma e dopte e jam është monumenti i dëshmorëve dhe herojve. Kum pas fatin më konë me ta, se mi pas që to menë sot, kisha vepru sukur ti, edhe do shok tjerë tutë që jam. Po kum pas fatin me konë me ta, kryesuse, më ka dhonën, përgjigje, më ka përmen në emnin, duhet me dhonë tash, me full, se bolë mo kemi. Te monumenti i kulturës, te monumenti i herojve, monumenti i liris, më keni detyru me bo projekt, kam bo projekt. 3 kopja, një që e keni hupi jo atje, unë i kam edhe 2 tjera. E kom dërzu një edhe në shoqatë e veteranëve të luftës.
Ku marrë dhe lejen prej Semir Hoxhës. Bili një djale aty tash emrin shumë kujtohet e ka bëmë atë projektin pa asnjë cent. Vetë ka bënë. Asnjë ndërhyrje si ki bënë. Tash po dini se tjetra drejtorie pas kam i rregullu monumentet. Te monumentin na shes, unë shumë e vërtet. Po unë nuk kum shku nga ajo mos mu rregullu, po kum shku mu rregullu më bë mirë. E jo marr me shpërlati pare. E ki që ashtu edhe në Kojush. Paret i ka marrë punë s'ka kry. Po ti përmendi prap, e ki edhe në Lez, e ki edhe në Kushni, e ki edhe në Ashec, e ki edhe këtu. Tjertë i din këtu kush janë të asambleistët. Paret janë marrë punë që janë kry. Shukri Quni o kundra që saj, drejtar. Edhe hitë se kam dertë këtë punë. Edhe ju kom thonë kur keni alë për shtetë. Nëse Shukri Quni ta lyp një punë personale me kry, 2 durë t'i këpus. Jo ty, po edhe tjerëve shka janë, para ju shqenë konë. Personale s'ko marrë me kry punë të. Personale janë ata tjerët më sthinë tash këtu me folë, edhe ma shumë krynë ata punë se sa unë. Qështu drejtorë, këshyre rrugën ka ki ardhë deri aty. Unë jam argat të cilën e kumbo me ardhen ju qëto. Se ish drejtori kulturës, edhe një ish drejtori shërbime publike, ata e në shkarkupit e tyre, mëse ditë që ti të kalzoj unë. Ju lutem, edhe se më kanë folë, te pikat e replika, ju lutem. Në replika? Po veç edhe... E shkam të folë më ta? 4 minuta i kalu, 2 minuta i kemi, ju e dini që janë... Ska ka herë minuta heq, du të më zga djerin më njës. Po jemi te replika e pikës, ju lutem, për mirë kuptim. Kryesuese shumë shkurt. Po edhe Selmani e ka të lutem replikë sa më shkurt. Zoti Morina, sigurisht që ju të hollat i keni marrë në emër të Partisë Demokratike për shkak se as keni qenë drejtar, as PTK-ja s'ka qenë pushtet. Ju keni qenë prezent. E dyta, arsyeja pse kryetari nevës po na përgjigjet, a di cila është? Ai nuk mendon që duhet më përballë me asamblesë, ai mendon që shtot në audiencizimin e famshëm që duhet më blej asamblesë. Nëse vjen replik te pikat, lutem. Replik që ja ke bë drejtori. Po replika për kryetarin. Nëse ky kish menduar që duhet më u përballë me asamblesë, qofshin, po nuk e di pse edhe s'pëndon. Dëgjoj, replikën ta ka bë drejtori, bre. Drejtori. Drejtori ta ka bë replikën, jo kryetari. Emrin ta përmendi drejtori. Të lutem. Kryetari të gjithëve na ka bë. Kryetari i komunës thotë që asamblesë duhet më blej. Normal që as na nuk e dëgjum që të fjalë për kryetarit, lutem. Ka përdor talje. A ka për ekzekutivit në i pyetje tjetër? Po, me shtu diçka, po drejtori fjallën. Për shkak të korrekcisë, zotit Quni për thamë kështu, sepse edhe në para 2 seancave ka thënë këtë gjë. Nuk është punu aty, s'është punu aty, s'është punu aty dhe parat jenë marrë. Është e pavërtet. Replik me drejtorin. Është shumë e pavërtet është. Unë nuk flas me të Ninë Lashuk, po flas me argument. Hajde në drejtori edhe këshire a e në pagua apo si në pague. E të ofrojmë, po ti për e din që në pagu, pa më si në pague. As i punë që nuk është kry, nuk është pagu. Kështu po thamë me plot argumentin e fjales. Kështu që si në pague. Unë të ndëgjova sa i përket terenit sportiv. Terenin sportiv ju kemi ofru që fushën e futbollet në Nashec. Ta e rregullojmë, keni refuzuar nga nëherë, keni thënë që na duhet një fushë tjetër në terren sportiv fshat. Ju kemi treguar se nuk kemi kod buxhetor të shtrimit të asfaltit. Momentin që fusha rregullohet me asfalt, jemi të gatshëm me shtrum me tartan dhe me bar artificial. Kështu ka qenë përgjigjja Lashuk. Faleminderit drejtori. Kryesuesa bën vesh një shkurt. Është hera e fundit që kështu në mënyrë arbitrare na e ndal mikrofonin. Është e disata herë, e qindra herë. Ju nuk e përcaktoni çka flet ne i zgjedhur i qytetarëve të komunës Prizrenit. Ju as shaqirtotaj. Përndryshe, është sjellje shumë arrogante që po vërteton që 3 vite e gjysmë. Nuk mundi me vazhdu kështu seancat. Jo, seriozisht nuk mundeni me vazhdu kështu seancat. Drejtori po jo, edhe në opozitë, edhe në pushtet e luni rolin e gangsterit. Po tha mos na i detyroni, mos më shumë me vazhdu seancat në këtë sjellje. Kur keni qenë në opozit, jeni sjellë në mënyrën më arrogante të mundshme, më tashpër, më të pjesë me drejtorët që kanë qenë aton. Tash tu qenë në pushtet, sillni këtë formë me ne. Po të paralajmëroj edhe një herë, jam të fol në emër të grupit. Nuk mundeni me vazhdu seancat nëse vazhdoni në këtë formë. Ju lutem. Është shumë sjellje e turpshme kjo. Nuk e përcakton ekzekutivi çka flet në asamblesë.
Po që të merresh me kjo? A ke lexuar rregullat e asamblesë? Ekzekutivi nuk ka të bëjë fare me asamblenë. Është pushtet tjetër. Ju jeni udhëheqës e pushtetit legjislativ. Edhe ju e ndëgjoni shaqërtuat në anash, djatas tjetrin, majtas tjetrin, para pas, kush tregon ku i mënol fjalën. Disa herë nga këto të është bë me gish makinol fjalën. Disa herë shaqërtuat ka kërkuar mënol fjalën, makinol fjalën. Disa herë ka kërkuar ai anash. Ky drejtori aty, ai drejtori aty. Ndëgjotash, lutem veç të kesh durim. E more fjalën e kërkove mbi 4 minuta i kalove. Për respekt që i respektova edhe kolekt para plak, edhe ti e pate mbi 4 minuta. Pavarësisht kush bon me gisht çka thot, aty ku e konsideroj veten që kam të drejtë, nuk ta ndola fjalën. Po momentin kur drejtori po bon replik, drejtori ta përmendi emrin, po thu kryetari, unë nuk e di çka thot kryetari, çka të thot ty. As ta përmendi emrin, as nuk po të Kryesuese, kryetari. Rregull jemi, replikat që ju takojnë, që i dini që janë 2 minuta, deri në 2 replika në rregullore, unë me sa po e shoh. Ju ka raste se na lejon hiç replika. Edhe pse i bënat replikat mbi 4 minuta, edhe zotri Çuni, edhe Kryesuese, kur ka filluar minutazha, kush e ka respektuar i parë minutazhin? Edhe unë po më mirë kuptum, ju mirë kuptu që 2 minuta s'po ju mjaftoj. Kush e ka respektuar i parë minutazhin? Ato fjalë që i përmene, që s'po duhet të përsërit, që i mojta në mend krejt, ato ndoshta e konsideron ti veten ashtu, kështu që unë nuk e ndjej veten, as pak arrogante. Po disa herë ta kanë bën me dorë. Mundohem secilin prej jush me respektu në mënyrën më maksimale. Tash juve si ju duket mund vjen qofse ti mendon mu çaq arrogante, edhe çaq që nuk po t'jap drejt. Ja ti ke fol sot dhe çdo seancë ja mos thot asnjëri prej këtu. Kështu që vazhdoj me Kryesuese, kur ka filluar minutazha, ju vetëm keni thonë i pari person që ka respektuar minutazhin, 1 minutë e 59 sekonda kam qenë unë apo. Shumë mirë. Po s'u respektu kur ajo. Unë s'kam mujt me bëj as 2 pyetje, të tjerët e kanë bërë 12. Atëherë ku është ideja e rregullës? Okej, në rregull. Kur mundesh me i respektuash në rregull, kur s'mundesh edhe unë po kam mirë kuptim. Besoj që shumica prej juve sot e keni të i kalu minutazhin, po ju mirë kuptoj. Për murrim edhe 24 orë këtu nuk e kam problem. Po, të jetë mirë kuptimi i dy anshëm, sikur unë që po kam mirë kuptim të ju, po kam dëshirë edhe ju ndaj meje. E jo me na qujtë me ato fjallë të pista arroganta me këni. Kështu që juve qysh ju duket, ajo e keni për veti. Faleminderit, a ka dikush tjetër prej ekzekutivit? Në qovë se jo, atëherë edhe ekzekutivin edhe gjithë juve antarve të cilët datë kontribut në këtë pikë, po ju falenderojmë, po kalojmë të pika e radhës. Pika e 4, shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit, për bartjen e mjeteve dhe të i kalimin e të hyrave vetanake të vitit 2024 në vitin 2025. Po drejtori i financave e ka fjallën. Faleminderit kryesuese, përshëndetje për kryetarin ekzekutivin dhe gjithë ju kuvendarë. Pra kemi një propozim për bartjen e mjeteve vetanake të vitit 2024 në vitin 2025, e cila procedur parashihet edhe në ligjin mbi ndarje të buxhetore. Pra në këtë propozim bëhet bartja e mjeteve të kaluara të pashpenzuara nga viti 2024 në 2025 me vlerë për 1.205.617 euro. Dhe ato ndahen në këto drejtori, të në arsim kemi në kategoritë ekonomike, shërbime komunale, bartën shuma me vlerë për 23.798 euro, ndërsa të përmallra dhe shërbime 129.882 euro. Si dhe paga, bartët me vlerë për 45.000 euro. Ndërsa në shëndetësi kemi një vlerë minimale për 2.491 euro. Dërsa të zyra kryetarit kemi një bartje mallra dhe shërbime me vlerë prej 50.000 euro. Ndërsa pjesa tjetër ka shkuar gjitha në shpenzime kapitale prej një vlerë prej 954.444 euro. Te shpenzimet kapitale besoj që e keni edhe tabelarin, do shta stia është arsyeshme me lexu. Pra kjo është një bartja e mjeteve nga viti 2024, atëherë kisha kërku prej juve që të votohet, është një procedurë e rregullt si për vjet që përsëritet, po ashtu parashihet edhe një herë po theksoj në ligjin mbi ndarjet buxhetore. Faleminderit. Ju faleminderit drejtor. Po kalojmë te pjesa e kuvendarëve, po zotri Axhillari, pastaj edhe Islam Faqi. Rreth kësaj pike kush dëshiron me marr fjalën mundet me u lajmëru.
Faleminderit kryesuese, me vëmendje e poshtë tabelarin për ndarjen e këtyne mjeteve vetanake. Për hir të qytetarëve po du pak me thjeshtu gjuhën, këto mjete të hyra vetanake të komunës janë mjete ku qytetari i Prizrenit ka pagu tatimin, ku qytetari i Prizrenit ka pagu gjobat të ndryshme, ku qytetari i Prizrenit ka pagu lejet të ndryshme. Pra këto të hyra jenë para të taksapaguzve të Prizrenit. Dhe në qoftë e shohim neve shpërndarjen ku donë të bartin këto mjete, me të vërtet është për të ardhur keq. Duke e ditë që secila drejtori e ka buxhetin të përcaktuar, para mendon arsim për shembull thot 45.000 euro paga neto përmes listës pagave. A nuk e ka buxhetin e vet drejtoria e arsimit për paga? Dhe duhet nga të hyrat vetanake për mi çu këto para aty? E të mërshme. Mallra dhe shërbime. Po ashtu është i njëjti sen duke pas drejtoria e arsimit buxhetin e vet, neve këto taksa, vense apo këto të hyra vetanake, vense ti përdorim për projekte të cilet e prekin direkt qytetarin e komunës Prizrenit, neve i çojmë në ato vende ku nuk kemi pas menaxhim dhe planifikim të mirëfillt. Po në qoftë se shkojmë edhe më tutje, e shohim këtu thot ndërtimi i rrugës me asfalt me 80.000 euro. Pastaj, thot ndërtimi i shtratit të Lumbardhit nga ura afër kampusit universitar në vazhdim të rrjedhës, 100.000 euro. Shtrohet pyetja, a nuk po dalin 2.5 milion të cilët i keni planifikuar ju, apo ndoshta edhe karrigat 1.700 euro që i keni para pa, apo parkingjet për bicikleta nga 1.200 euro dhe nuk po ju mjaftojnë paret dhe tash nga të hyrat vetanake të komunës po i barni në atë projekt. Por edhe është një pyetje direkte që thot ndërtimin e veç projekte ambientale në qytet, në lagjen Ortakoll, Kurill, Tabakane, Shadrvan, Bajramcur, Jeta e Re, e tjera, me 50.000 euro. Çfarë projekte ambientale janë këto në fakt? Me 50.000 euro diku 6 lagje të komunës së Prizrenit. Prandaj, të hyrat vetanake kisha kërku nga ky ekzekutiv që të shkojnë në mënyrë direkte për të mirën e komunitetit, për të mirën e qytetarëve dhe jo në projekte që hashiqare vërehet, projekte që nuk e prekin direkt qytetarin, por për interesat të juja dhe pazaret juja që i keni. Dhe kjo absolutisht nuk duhet votohet nga ona jonë. Faleminderit zotëria Xhillari, po Islam Thaçi fjalën. Faleminderit kryesuese. Drejtor, me që është pikë që ju e keni sponsorizu dhe në bastë materialit që na keni dërgu, me sa unë pe kuptoj, do thotë edhe besoj se është edhe natyrshme që të projnë mjetët në kategorit mallra shërbime, siç i cekët ju për disa drejtori. Do të është arsyeshme, mundet një për marrë shambull të kategoria paga dhe meditjet, mundet mos me arrit me ko mu zhvillu një konkurs edhe mos mu sistemu edhe automatikisht kuptohet që pagat shkojnë në suficit apo në tepric. Mirë po menoj, ajo që ju u shmangët është çështja që kem tepric jashtëzakonisht shumë të madhe të investimet kapitale. Mu po më habit fakti shamall për marrë njënin për projekteve që është shumë vjeçar, ndërtimi i QMF-s tek Forin Alt, nuk kemi arsyetim pse kanë tepruar këto mjetet. Çëshkartet e teprica e këtyre mjeteve, apo don. Do të thotë te investimet kapitale vlera është shumë e madhe, do të afërsisht 1 milion shi është këtu, 954.444 euro. Edhe këtu se kam të qartë këtë farë kodin ndërtimi infrastrukturës nuk është të precizuar ku, çka në lagjën të usus.
do të gjitha këto kodet janë të padefinuara. A mundeni me ma shpjegu pse ka ndodhur kjo, për shembull të pikërisht të ndërtimi i QMF-s tek Fori? Ju faleminderit. Faleminderit. A ka dikush tjetër që dëshiron me fol? Atëherë, po shkojmë me prononcimet të shefave të grupeve. Por, no, zotëri. Unë s'po di tash ku më ju drejtu, drejtori i shërbimeve publike këtu nuk qenë ka. Drejtori financave. Këtu është kodi 1810. Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Grazdanik. A janë duke u ndërtu këto apo janë ndërtu më herët? Se unë kam bërë kërkesa këtu për fshatin Grazdanik. Veç pak për të rrim pak kur të flasim bile, se unë fort ju ngoj mirë kur të falni. Se po duhet me sqaru këta mirë. A është që duhet mu pagu këto borgje apo kanë mu ndërtue në fshatin Grazdanik rruga dhe kanalizime, sepse u kam bërë kërkesë për ndërtim të infrastrukturës në Grazdanik. Rrugë, kanalizim, mur mbrojtëse edhe ndriçim. Pyetja është, a kanë mu pagu borxhat apo që to ka me filluar ndaj projekt i ri, drejtor? Drejtora do mu përgjigja apo i merr pyetjet të gjitha? Por no. Po e pyeta çush është i gatshëm u përgjigj. Faleminderit Lashuk. Te kodi 1810 që te i Grazdanikit, këtu është projekti ka qenë veç në vazhdimsi, tash me siguri ma herët u shpunu. Mirë po mjete janë da për mungesë të mjeteve dhe normalisht bartja për qatë punë është hyrave që nuk në shpenzohen vitin e kalum, shpenzohen edhe dedikohen në për projekte, në për kodes që shka nevoj, ku është më arsyeshme mi drejtu për mi kry punët që kanë bet. Kjo është arsyeja mjetet që bartën. Njëjtë kemi edhe te QKMF-ja 200.000 euro që e përmendi e Kforit, Islami, aty nuk kemi pas të pris, po munges kemi në atë mjeteve dhe është dash mi nda 200.000 euro për mu finalizue projekti. Edhe sa e di unë është, bile është gati në përfundim ndërtimi i QKMF-s në Kfar. Jo, për Islamin këto. Për në Grazdanik, Lashuk, ajo projekt ekzistus që është punu në Grazdanik, dhe na kemi nda mjetët se ka pas nevoj aty, po. Faleminderit. Petrit Hoxha i fjalën e ka kërkuar. Faleminderit kryesuese. Nderuar drejtor, tek kodi që është për fshatin Kobaj 52137, që thot ndan mjetët 24.444.91, a janë të mjaftueshme këto mjete për ta përfundu projektin i cili ka fillu vitin e kalume, sepse me këto mjete a paguhet borxhi ndaj kompanisë apo paguhet vazhdimi i projektit në fjalë. Sepse ne e kemi po që vetëm janë shtru disa rrugë, do thot janë shtru me zhavar dhe do, por është ndërprej shkaku i mjeteve. Shtash, a janë mjete që ju paguat borxhe vitit kalume, apo janë mjete për ta vazhdu projektin për këtë vit? Faleminderit. Këto janë projekte në vazhdimsi që janë. Normalisht edhe janë do mjetet se ka pas nevoj. Na këto ndari që e kemi bojë janë kërkesat e drejtorëve që vinë. Ato e din ma mirë se për projektet e veta, detajet se ku dhe qka. Po për ndryshe, kjo është projekt ekzistus që është veç aktiv, që është u punu. Faleminderit. Zotri Islami, ju e patët fjallën, replikeni? Drejtor, edhe njerë për mja skeru qytetarve, po edhe mu në këtë rast, bëhet fjallë për një shumë prej 1.205.000 euro. Pe kuptoj që kanë të pru,
nga ku kanë tepru? A kanë qenë buxhetu me ato? Një sharim veç. Këta janë mjetet vitit 2024, mjetet që nuk janë shpenzu në vitin 2024 dhe janë mjetet prej të hyrave vetanake që në lejohet çdo komune që i bartë se janë mjetet tyne, ndërsa mjetet e pashpenzuar të grantit nuk shfrytëzohen se nuk të lejohen. Kjo është. Po kjo mjetet pashpenzuar të vitit 2024 janë këta. Jo, janë mjetet pashpenzume. Një pjesë 200 e diçka mijë euro janë mjetet që janë të kalun nga të hyrat, pjesa tjetër mjetet që nuk kanë mund mu shpenzu në vitin 2024. Edhe zakonisht bartën ata për vitin që vjen, në këtë vit në fakt. Dafina Alishani fjalën, pastaj Ertan Simiqiu. Faleminderit kryesuese, me që këto janë nga të hyrat, për shembull kemi pas disa herë kërkesa prej Këshillit për trashëgimi kulturore që nuk kanë paga. Kishim mujt ndoshta edhe aty me ja bë një pagesë atyre sepse me sa vite janë ata që nuk paguhen edhe punojnë vullnetarisht. Nëse ka vullnet, kishim mujt me pas një kod edhe me ja bë pagat atyre njerëzve të cilët po punojnë vullnetarisht, apo jo. Pastaj janë disë subvencionet, a janë kry gjitha të vitit kaluar, apo ka ende të papaguara. A ka të papaguara? DKRS-ja i ka kry gjitha. Pjesa tek nënat Lehona ka fillu pjesë pagesa, pse mos mi bartë të këto dhe tyrat vetanake le të shkojnë të subvencionet, të pagesat cilët janë edhe nuk janë përfunduar. Pse gjithmonë kjo qeverisje tenton me shtrimin e asfalteve, do më thonë, si cilin budget, si cilin hapësirë që ju e gjene, vazhdimisht mundoheni me kanalizu në asfalt. Ju keni qenë më të zëshmit, të cilët keni thënë që është një qeverisje asfaltit edhe nuk kemi nevoj. A ka dikush që të ekzekutiv që menon për mirëqenjen e qytetarëve? A ka ndonjë politik prej anës juj që e shtyni përpara mirëqenjen e qytetarëve, apo më me rëndësi është mirëqenja operatorëve ekonomik edhe dostave t'juj? Është sinqerisht për të ardhur keq, edhe këto investime, tash unë e kuptoj që ka të ardhura ma shumë, po janë disa investime të cilët mo jeni bos. Sa herë keni me shtru kubza edhe sa herë keni me shtru trotuare. Trotuare që i keni shtru në këtë mandat janë prish. Janë prish që ku i keni mrapa shpiz bartë. Edhe sa herë keni me shtru trotuare të cilët kanë mu prish mas disa mujve. Sinqerisht për të ardhur keq, kjo nuk bën me u votu. Asesi nuk bën me u votu për shkak që vetëm po punoni për operatorët ekonomik. Asesi për qytetarë. Faleminderit zonja Alishani, Ertan Simiqiu fjalën, pastaj Kujtesa Kabashi Shatri. Faleminderit kryesuese. Te pikat e kaluar Bajrami ngriti një çështje në lidhur me çështjen e kamerave. Këtë çështje na kemi biseduar edhe disa herë te Komiteti për Sigurim, edhe drejtoresha disa herë neve na tha që është edhe pak çështja e buxhetit, do të thonë ndarjes së buxhetit. Unë kam pritur që në këtë tabel të shikoj minimum dikun janë 100.000 euro për këtë projekt. Për arsye se sa kam informat sistemi edhe sot veri është rregulluar, por na pritet domethënë që të vendosen pajisjet ato kamerat në kusht caktuar sipas projektit vendat. Ka shumë raste që në Prizren edhe qytetarët po edhe policia po ka problem kur ka ndonjë rast për me marr këto materialet, po obligohen që të marrin nga kompanit private, nga pronat private, edhe natyrisht që ka problem tani me vërtetu rastet të ndryshme. Andaj po mendoj që kjo çështje e vendosjes së kamerave të përfundohet, domethënë ky projekt i kamerave, po mendoj që nga çdo projekte të cilat e kam unë përballë, shumë është më rëndësishme për qytetarët, për sigurimin e qytetarëve, se për një asfalt apo për një trotuar apo për një projekt tjetër. Të gjithat kanë rëndësi ndryshme, po mendoj që ky ndikon direkt sigurimin e qytetarëve apo sigurimin publik në Prizren. Andaj drejtor i financave kërkoj një sqarim që a është mundësia të ndryshohet ky lista
do të thonë të futën për të ndahet një buxhet për projektin në fjalë, apo duhemi të votojmë këtë por ose jo? Po i kimi ndarë. Po nën kryetar unë. Faleminderit kryesuese, të nderuar anëtar të kuvendit ekzekutiv, të nderuar kryetar. Shkurt se Karafili e lypi me qenë kështu thjesht kur e thatë pjesën e vetë fjalimit për me qenë më të qartë. Unë besoj që këtu ka edhe asamblesë me shumë mandate edhe ish drejtor, edhe kjo bartja është diçka që ndodh çdo vit dhe është rutinë. Edhe krejtësisht e qartë. Bartja është plusa dhe minusa. Aty ku ka pas mbetje nga projektet e vitit paraprak, merren ato mjete dhe vendosen në projektet e vitit aktual ku ka minusa. Nuk mundet, që po thot Dafina, mu qitë subvencione, sepse subvencionet janë të planifikuara dhe janë me tavan, ato ekzistojnë, janë aty. S'mush me bo shtes subvencione me bartje. Dhe nuk ka nevojë sepse aty ekziston një planifikim vjetor. E tha Karafili, tha, duhet bartja më konë një interes të qytetarëve. Unë e qëtu me sa për shopi këtë projekteve, 90% janë investime kapitale që janë drejt për drejt interes i qytetarëve. Sepse nëse ndërtimi i qendrës mjekësisë familjare nuk është interes i qytetarëve, nësë di i kuj mund me qenë interes. Nëse mirëmbajtja, projektet ambientale në lagjet Ortakoll, Kurill, Tabahone, Shatërvan, Bajramcur, nuk janë interesi qytetarë, unë nuk e di ku janë tjetër. Nëse ndërtimi i rrugës me asfalt Manasteric nuk është interesi aty në banorëve atje, nuk e di ku i mund më kanë. Prandaj me lyp sot, këto, me bona e ndryshim, veç sa me thonë që po thonë diçka është krejtësisht e panevojshme. Është interes me plotësu këtë mjete që kanë mbet nga pjesa e fundit e vitit dhe nga projektet që nuk kanë pas nevojë mu shpenzu aq mjete sa kanë qenë planifikume. Edhe tjetra, besoj edhe Islami si ish drejtor e din që në muajin dhjetor nuk realizohen pagesa. Përfundon periudha e fundit e pagesave edhe ato mjetet që mbledhen në atë fazë mbarten me këtë vendim që e ka kompetencë Asambleja Komunale. Prandaj, për me qenë më racional, është vendim që është propozuar për drejtorive, ka dhe në tjera projekte minusa, po kjo është mundësia, sepse këto janë mjetet që po barten për këtë vit. Faleminderit. Faleminderit nën kryetar, kujtesa fjalën, po? Ta dëgjojmë kujtesa mandej drejtorit. Faleminderit kryesuese, unë deshta mund dal te kodi buxhetor 5465, projektet ambientale në qytet, thot në lagjen Ortakoll, Kurilla, kësi Tabakane, Shadarvan, Nese, unë du mund dal tek lagja Jeta e Ri. Vitin e kalum janë nda kodë buxhetore për lagjen Jeta e Ri, ndriçim, rrugë, kanalizim. Asnjë projekt nuk ka filluar në këtë lagje. Është lagja, vetë quhet lagja Jeta e Ri që çdo ditë ndërtohen, domethënë shtëpi, rrugët janë në gjendje katastrofë. Rruga dhe rruga kryesore Hysni Morina është në gjendje katastrofë që është e shtruar me kubza. Lënë mato rrugë tjera që nuk janë prek fare. Unë nuk e di ku do të bartën këto mjete kur nuk kanë filluar kodet buxhetore as pak më fillu punimet. Kështu që unë i kam kërkuar domethënë drejtorinë e shërbimeve publike 6 drita afër shkollës mi prue. Hazistola që ato drita më mu jemi t'i pritën, nuk e di ka ven ato drita, sa duhet mi pritën. I kom kërku edhe kur është konë koha ftaf, do më thonë edhe qenten da cak nata fmit prej shkolle, do më thonë kanë pasë rrezik shmëri që ato drita s'kanë mujtë minuë, nuk e di ka shkojnë këto pare. Lagja Jeta e Ri s'ka trotuar, fmit që shkojnë në shkollë, ju e dini shumë mirë këta. Kështu që nuk e di ka bartën këto mjete, kur s'kanë fillu punimet kodet që i nda për këto rrugë këto projekte. Faleminderit. Ertanit ka një përgjigje drejtori për Ertan. Ertan për projektin e kamerave. Na veç kemi nda mjete nga të hyrat e rregullta janë. Po, këta janë të hyrat nga bartja, mjetet e pashpenzuar të vitit 2024. Për projektin fjalë që
ishte në kuadër drejtorisë emergjencave, mjete na kemi ndaveç. Drejtoresha është e vetëdijshme për të dhe është e informume. Faleminderit. Faleminderit drejtor Selman Sokolaj, pastaj Ilir Gashi. Faleminderit kryesuese, zoti Vadallaj më drejtoi juva duke tjetër se tani dikush tjetër për merr fjalën në vend juve sa herë po dëshiron. Në kryetari foli për interesat qytetarëve edhe duke ju përgjigjë shefit grupit tonë me idenë që po pretendon që nuk është në interes qytetar, edhe këto janë interes qytetar. Edhe për me citu kryetarin tonë të famshëm, nevojat janë të mëdha, mundësit janë këto që janë. Atëherë nëse nevojat janë të mëdha, mundësit janë këto që janë, na duhet një farë ekonomizimi i projekteve. Ekonomizimi i nevojave, edhe çka bëjmë na me tollat tona, i çojmë në trotuaret e pa planifikuara që prishën, që është ta kolegja Dafina, shumë shpejt, edhe nuk i plotësojmë nevojat bazike të qytetarëve. Për shembull, nevojë bazike e një qytetari që ka pësu një fatkeqësi nga zjarret në komunën e Prizrenit. Më duket 2 seanca më herë, drejtoresh në Ramiza Sinona Shala e kom pyet, a janë kompenzu familje që kanë pësu fatkeqësi nga zjarri. Ka thonë jo, për shkak që më ngojnë fondet. Tash na për i bartim fondet, edhe nuk i kim prioritet familjet, persona, qytetarët e komunës që kanë pësu nga fatkeqësit, që normal, në një logjik normale të rrjedhjes gjonave, do t'ishte super prioritet ajo, po të hollat po i qojmë në një projekt tjetër, që në basi është të ndërtu, kanë shku në avans, nuk e kanë pagu, tash do të me bardë mjetët për me paguat projekt, për shak se kanë planifiku mirë. Kështu që, unë do shta me pyet drejtoreshën, a ka kërku kjo prej drejtorisë financave, që këtë bëhet bartja, me i plësu qëto nevoje, se po mendoj që emergjencat janë prioritare. Gjona tjera tani në bazë të mundësive. A keni kërku edhe a keni një plan me i kompenzu qytetarët? Për shkak se ka qytetarë që janë dëmtu shumë nga zjarret edhe ende s'kan marrë kompenzim. Me sa kam dëgju ka edhe në mesin tonë kolegë që ndoshta i vjen keq me thonë mirë, po do të ishte pa drejt që edhe ata, edhe kolegët, edhe kushdo qoftë që pësën një fatkeqësi, komuna me ndet ofër edhe në bazë të ligjeve rregulloreve që i ka. Faleminderit. Faleminderit, Ilir Gashi fjalën e ka. Faleminderit zonja kryesuese, përshëndetje për kryetarin, ekzekutivin dhe gjithë kolegët. Sa i përket bartjes së mjeteve, një pyetje për drejtorin e financave, sa është borxhi i komunës kashi operatorëve ekonomik dhe nga këto mjete që kanë tepruar, a nuk është mujt mu kthy ndonjë pjesë e borxhit nëse ka borxh komuna ndaj operatorëve ekonomik. Ndërsa sa i përket linjave buxhetore që është para pa bartja, para se të bëhet, para se të merret këtu vendimi, do të ishte mirë që të ketë diskutim në kuvend me kuvendarët, të merren idet, propozimet, mendimet e kuvendarëve dhe pastaj ekzekutivi ta përgatit propozim bartjen dhe ajo të votohet, po jo të sillet tu gatshëm, sepse pe shohim për shembull që sërish po ndahen mjete për trotuare, ndërsa për trotuare zaten janë harxuar mbi 1.5 milion euro. Për shtratin e Lumbardhit, poshtë urës së Xhevris, është nda mbi 2 milion euro, tash edhe 100.000 tjera. Pastaj kemi tranzitin, ku janë nda 70.000 euro, ndërsa 2 herë është shtruar asfalti për shtresën e parë. Çka është problemi? Do thotë, sikur mos kishin tepru këto mjete, atëherë çka kishte më ndodh me këto projekte? A kishim me met që ashtu pa u investu në to? Për shembull, ne kishim mujt me pas pak qasje edhe ma kreative, që është në shërbim të qytetarëve dhe përmirësimin e kushteve urbanistike. Do të kishim mujt me këto tolla me bë shpronësim pronave për hapjen e rrugëve të reja apo zgjerimin e rrugëve ekzistuese po që janë të ngushta, instalimin e ashensorëve në përbanesat kolektive të ndërtume para luftës, apo ndërtimin e ndonjë parku të qytetit që për fat keq ka shumë kohë që nuk është ndërtu asnjë park i ri, vetëm po rregullohen ato ekzistuese. Faleminderit për dëgjim. Faleminderit Ilir.
Islame treta herë, të lutem. Pse? Po dhe njëre ke marrë fjallën, një replik 2 herë, treta herë, pi bjen, po më duket qështu. Hajde të lutem, sa ma shkurt edhe nën kryetari ma ndej fjallë. Nën kryetar, e di që në fund vitit bot barazimi deri me 20 dhjetor bën pagesat e fundit, edhe tu e së 90 dhjetor përfundojnë 70% e pagesave. Për shkak të alokimit mjeteve që vinë nga qeveria. Una ajo që kërkova dhe nga drejtori është jo ku kanë me shku, po nga cilat projekte kena suficit mjeteve. Me qenë se nga eksperienca e di që me një projekt që komuna e ka ndërtu me planifikim 60.000 euro, të ndëru në fund ka përfundu me 50.000 euro. Po folin nga përvoja ime, 10.000 euro i kum pas suficit edhe kum kërku bajtje si që po kërkoni ju. Unë e veç lipa pasyrën se nga cilat projekte ka pas të pritës në realizim edhe përshkojnë. Mirë po, kërë përmenda që më fënë, regull është, ajo është projekt për komunitetin e është edhe shumë vjeqarë. Mirë po qytetarëve do të mi të regu se këtu kem pas kode bugjetore, edhe projekte cilat janë konë për 4 vjetë, është pru 1 vjetë, edhe aj projekt mo ka përfundu. Do të janë planifiku 5 km mushtru rrugë nga qafa e Shtruzhës, nga stanët e Shtruzhës deri te qafa Kushninit, janë shtru veç 1 kilometre, edhe për çdo vjet odesh ka 250.000 euro më pagu, edhe mo o zhduk aj projekt. Do të vitin e kaluam së punu kusha. Unë e lypa veç pasyrën, jo ku keni miqu mjetët, po ku ju kanë tepru mjetët. Qaq, ju falenderit. Ju falenderit zotri Thaçi, nën kryetari fjalën. E para besoj që secili prej jush e keni raportin financiar edhe aty fare letë shihni prej ka kanë ardhur mjetët edhe prej ka po bartën sot. Shumica prej tyre janë te kalimi të hyrave, që do të më pas parasysh është te kalu planifikimi të hyrave, edhe është shumë mirë kjo, po ka edhe nga projektet për cilat Islami kinë raport edhe mush me pa për secilin veç e veç. Edhe e dyta, këtan që e tha Iliri, do të me pas parasysh, bartja e mjeteve nuk mund me hap kode 3 bugjetore. Ato vetëm bartën në projektet ekzistuese. Ato që i përmenet i Iliri, ato kretë do të me hap kode 3 projektet, por kjo s'ta mundësën, ky vendim s'ta mundësën. Për me pas kode 3 e kemë bugjetin shtator, aty muj me pas edhe kode 3. Ju falenderit nën kryetar. Atëherë nuk e morën prononcimet edhe të grupeve tjera. Shefi i lëvizjes dhe vendosjeve vetëm se u prononcu që nuk do ta mbështesin, nëse i qëndroni asaj përsëri, apo do ta kesh fjalën përsëri? Po. E po i marrim edhe shefat e grupeve. Normal që në qoftë se shohim këtu nga të hyrat vetanake, dhe që shumica e të hyrave pothuajse janë nga lejet e ndërtimit, dhe që të gjithë qytetarët e komunës Prizrenit po shohin se çish po degradon qyteti me pa asnjë plan rregullativ, pa asnjë renditje spakut aty në ndërtimeve të larta, dhe të hyrat e qytetarëve shkojnë në blerjen e veturave për nevojat e komunës së Prizrenit. Nëse kjo është në interesin e qytetarëve blerja e veturave, nuk di që me thonë tjetër për interes qytetarëve. Prandaj, ne jemi kundër. Ju falemderit zotri Axhillari, vazhdoj me PDK-n. Falemderit kryesuese, ne si grupi komentarëve të PDK-s jemi për me kalu kjo pikë. Falemderit, LDK. Falemderit, na si LDK nuk do ta votojmë këtë pikë, pasi nuk jemi dakord me këtë shpërndarje që është bërë. Falemderit. Vazhdoj me AK-n. Ne si Aleancë do të abstenojmë. Falemderit. Nisma. Po na kemi me përkrah patjetër. Falemderit KDTP. Falemderit JHTP. Ne do të votojmë po me kusht. Po, që në planifikimin e buxhetit të radhës të ketë drejtoria e financave edhe drejtorit për kocet të cilët kërkojnë këto projektet, që asamblea me votur brenda ditës, me kusht, por për herave tjera me pas konsultim me shefat. Vakat. Hvala predsjedavajuća, koalicija Vakat podržat će. Falemderit, edhe SDU. Hvala predsjedavajuća, SDU podržava predlog.
Ju falemderit, atëherë jemi në proces të votimit, ju kisha lut për pak vëmendje dhe qetësi, drejtor, ju lutem. Sa jemi prezent? 29 jemi prezent, kush është për që të miratohet kjo pikë e renditjes? Ju kisha lut me mbaj dorën pak më gjatë derisa t'i numrojmë. 15 jemi për, kush është kundër? 6 kundër, 7 kundër, abstenim? 6 abstenim, atëherë miratohet kjo pikë e rendit e ditës, ju falemnderit shumë të gjithëve për kontributin. Kalojmë te pika e 5, shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për lejimin e mjeteve financiare për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga shpërthimi aksidentali i mjeteve piroteknike në lagjën Bashdërhane. Jemi te pika e 5, po nën kryetari fjalën ta ketë. Faleminderit kryesuese. Siç e dini, e keni pas edhe diskutim në në seancën e kalume, rasti që ka ndodhur me fatkeqësinë me fishek zjarrat në lagjën Bashdërhane. Pas analizave që kemi bërë në kabinet bashkë me kryetarin, kemi marrë në përfundim që shumicën e këtyre rastave me mbështet ashtu siç e ka rekomandu Komisioni për vlerësimin e dëmeve, edhe e kemi vetëm 2 raste me të cilat kemi shku me parafërsisht 50% për shkak të natyrisht mungesës mjeteve që i kemi, megjithatë u dashur me reduktu një projekt aktual në kuadër të zyrës kryetarit për me i dalë sadopak në ndihmë këtyre rasteve. Ndërkohë, ky raport vazhdon me u bartë në qeveri të Republikës Kosovës, kurdo që ata i shqyrtojnë raportet për fatkeqësitë natyrore, sepse është edhe kompetencë e tyre, zakonisht kanë ndodhur edhe janë mbulu këto raste, po besoj edhe po shpresoj që kurdo që formohet qeveria, do ta trajtojnë edhe një rast vetëm që ka mbetë me një pjesë të mjeteve pa u financuar. Përndryshe pjesa tjetër, tu bazu edhe në rregulloren për subvencione, mbulohet me vendim të kryetarit për shkak se shumat janë të vogla, ndërkohë kemi një rast që e kemi sjellë në kuvend dhe kemi propozuar për shkak se shuma e tejkalon kompetencën e kryetarit e cila parashihet me rregulloren për subvencione. Faleminderit. Ju falemnderit nën kryetar për këto sqarime. Prej anëtarëve të kuvendit në lidhje me këtë pikë kush dëshiron me marr fjalën? A dëshiron? Po Dafina Alishani. Faleminderit kryesuese. Nën kryetar, ky kuvend e ka votuar si rekomandim listën e tërësishme e cila ka qenë e raportuar për dëmet që janë bë. Tash ju po deklaroni që sipas mundësive i keni ekskludu disa të dëmtuar aty dhe po vini me një propozim të ri edhe me aludime që ndoshta qeveria qendrore e bën pagesën e pjesës së mbetur. Duat ju pyes si ka mundësi që një rekomandim të kuvendit po e bini pa konsultuar në kuvend, pa e diskutuar me shefat e grupeve, edhe thjesht kjo është një mungesë e vullnetit tuaj që nuk po doni me dal krah këtyre banorëve. Unë mendoj që është pa drejtësi kjo t'i bëhet sidomos banorëve të cilët janë më të dëmtuar. Edhe unë e kuptoj që tash ju mundoheni se cilën pa mundësit juin me aludu qeverisë qendrore. Po buxhet ka, nëse s'ka buxhet, unë e dhash edhe rekomandimin tim që le të bëhet me 2 pjesë, këtë vit i paguhet 50%, vitin ardhshëm i paguhet 50% i mbetur. Nuk është e drejtë një listë e cila është votuar në kuvend me marrë këtu në mënyrë arbitrare tash me thonë që ne e kemi menduar që kjo listë është kështu më e mirë edhe po ju sjellim këtu dhe votoni. Nuk është e qartë kjo. Unë po shpresoj që diskutimi këtu për këtë rast do të më qenë racional edhe korrekt. E para mos më shfrytëzu as politikisht se ai rekomandimi ka mujtë me përfundu me një rekomandim edhe aty me përfundu gjithçka.
Ndërkohë, por që ekziston vullneti, na jemi sot prapë këtu me këtë pikë. E kemi sjell kuvend edhe të gjitha rastet e kemi mbulu ashtu qysh ka vendosur komisioni i vlerësimit të dëmeve. I kemi vetëm 2 raste, për cilën njërin nuk na mundson rregulloria me e mbulu 100%, kemi shku me parafrasisht për gjys, edhe rastin e tjetër që kemi sjell në kuvend, i cili është i propozuar me mbulu për gjys. Përndryshe, pa dashur unë me bën politikë. Kjo është kompetencë ekskluzive ligjore e qeverisë Kosovës, jo e komuna. Komuna nuk mbulon raste emergjente, s'ka kapacitete. Është heq njerë për gjithmonë. Komunat nuk mbulon raste emergjente, fatkeqësi natyrore, çfarë do të jenë ato, sepse s'kan kapacitete financiare. Edhe kjo është me udhëzim administrativ i ka kalu qeverisë tash e disa vite. Megjithatë, ky ka qenë rast specifik, edhe jemi pajtu gjithë me mbulu. Këto janë kapacitetet tona, kemi heq një projekt parafrasisht rreth 50.000 euro për me mbulu këto, edhe juftoj me qenë racional edhe me mbështet këtë propozim. Edhe nuk bëjmë me marrë vendime si vjetë për vitin e ardhshëm. Kemi të bëjmë me një buxhet tjetër. Pse? Kur të vjen koha atëherë flasim. Jo, na kemi këtu projekte. Po jemi të biseduar na për kabin. Jemi të biseduar për një vendim. Në rregull. Në seancën e kaluar kur kemi biseduar se çysh mundemi na me bë këtë vendim, na është thënë që rregulloria nuk na lejon, sepse ka shuma minimale, të cilat i tejkalojnë këto dëme. Edhe e vendosëm me bë me vendim të kuvendit. Nuk e di pse tash në kryetar po thirrësh në rregullore, po thirrësh në iniciativën e juaj, po juve ju ka obliguar dhe rekomandimi i kuvendit. Ju po ta kishit pas motivin edhe vullnetin, kishit qelë këtu kur është diskutuar ditë. Edhe ju edhe kryetari. Asnjëri nuk keni qëndru në sallë, ju s'keni qenë heq, po kryetari e ka liru sallën, drejtorit përkat se kanë liru sallën përveç zonjës Ramize, edhe këtu na keni tregu si ekzekutiv çfarë vullneti keni. Po t'ishim drejtu ose po t'ishim orientu na në rregullore, atëherë kish drejt në kryetari që ka po flet, edhe po, rregulloria ta lejon kaq, me kaq mundësi, na e votojmë edhe në rregull jemi, po ne kemi votu në kuvend. Edhe kuvendi ka kërku me u bë mbulimi i shpenzimeve tërësishëm, jo të pjesërishëm. Edhe njëherë, në kuvend ke dhënë rekomandim. Rekomandimi nuk është obligativ. Nuk keni marrë vendim. Të kemi qarta, dhe më thonë veprimet që i kemi bën edhe ju dhe na. Vendimet që i kemi marrë për pjesën ndërmuese të rasteve na obligon rregulloria me marrë në atë formë. Rregulloren që dhe ne keni votu jo. Ndërkohë një raste që dhe te kalon kompetencën e kryetarit të komunës, e kemi sjellë në përgjegjësi të kuvendit sepse çashtu edhe duhet. Është e vetmja mundësi për me bën këtë zgjidhje. Fondi është ky që është. Po thamë ne mos hym me e politizu këtë rast, se mujmë janë tani me fol edhe për temën presë se ka ndodhur rasti deri sot. Po votoni mbështet nëse familjarët kanë nevojë me marrë mjetet janë dëmtu edhe vazhdojmë tutje. Floren Tuka i fjalën e ka, pastaj Selmani. Faleminderit. Kryesuese, natyrisht se na si LDK do ta votojmë jo vetëm këtë rast që ka ndodhur, po shpresojmë mos të ketë raste tjera, çdo herë do të jemi pra. Po unë tash e kam një pyetje për drejtoreshën e emergjencave. Se sa herë këtu na kemi bë disa kërkesa që të dalim në ndihmë njerëzve që dëmtu nga fatkeqësitë natyrore, fatkeqësitë ndryshme, këtu na është dalë na ka thonë që na si komunë nuk kemi drejt. Drejtoresha besoj që kemi drejt. Po nuk keni pas vullnet politik. Edhe si po ndjeni tash këtë rast, qysh nesër edhe drejtori i bujqësisë e ftoi këtë rast tjetër pak më i zënshëm. S'di unë drejtori i bujqësisë me çfarë do të del në fushat në rajonin e Përdrinis, kur i bëhet një shkelje kaq e madhe atyve personave që janë dëmtuar nga fatkeqësitë. Faleminderit shumë. Faleminderit Floren, fjalën e ka Selman Sokolaj, pastaj edhe Karanfil Haxhillari. Faleminderit e kryesuese. E para, këtu nuk kemi bëjmë me fatkeqësi natyrore, kemi bëjmë me zjarr të shkaktuar nga dora e faktorit njeri. Nuk është fatkeqësi natyrore që po mendohet me paraqitë në kryetarin, është fatkeqësi
që është shkaktu nga veprimi ose mos veprimi i faktorit njeri. Komuna Prizrenit, e kem trajtu në këta, se në kryetori po thotë mos se politizoni, në fakt vetë për politizon. Ne e kem trajtu çështjen e rregullimit të kësaj çështje, qysh shiten, kur shiten, si duhet të shiten, ka rregullorozime. Me dijenin tonë, qeveria e ka pas marrë një vendim. Disa komuna kanë marrë vendim për me rregullu këto çështje. Komuna Prizrenit nuk ka vepru. Domthonë këto kem mos veprim të komunës së Prizrenit, i cili veprim përmes inspektorateve të ndryshme, ndoshta do ta kishte evituar këtë rast, ose të paktën do ta kishte hequr përgjegjësinë e komunës së Prizrenit kërshi këtij rasti. Në këtë rast, unë personalisht mendoj që nëse banorët ose familjarët që janë dëmtu, qoftë me fatalitet, qoftë ta që janë dëmtu financiarisht, për kompenzim të plot edhe meritor të asoj që atyre i ka ndodhur, duhet me shku përmes përgjegjësisë penale të personave që kanë pas për obligim ligjor me ndërmarrë veprimet e caktuara që mos marrë deri te kjo çështje. Tek nëse kem përmes gjykatës një përgjegjësi ligjore penale për personat përgjegjës, tani mund të shkojmë me padi civile në çështje civile ku ata do të merrnin kompenzimin e plot dhe meritor. Faleminderit. Ju faleminderit. Selman, fjalën e ka Karanfil Haxhillari. Faleminderit kryesuese. Këtu është një çështje duke asnjëherë nuk është politizu kjo çështje, për arsye se në këtë tragjedi ta quaj ka humbur një jetë e njeri. Tjetra nuk është fatkeqësi natyrore, por është fatkeqësi e pakujdesisë dhe neglizhencës së organeve kompetente të komunës. Dhe këtu tash është në pyetje, një rekomandim që u quajt nga kuvendarët që është marrë për kompenzimin e plot të gjithë të dëmtuarve, dhe që këtë rekomandim mirë që është përpunu, po në këtë rast, personin në fjalë, në këtë vendim e Nizdana, sipas raportit nga Drejtoria e Emergjencave, ai është diku 64.000 euro është i dëmtuar. Dhe këtu, me këtë vendim, neve ja kompenzojmë vetëm 30.000 euro, që i bjen gjysma. Çka po bëjmë neve me këta? Apo i ndihmojmë, apo nuk është ndihmë në qoftë se një qytetar i komunës Prizrenit është dëmtuar 64.000 euro dhe neve me 30.000 euro, kurse të tjerët 100% mbulohen, arsyetimi për shkak shumave të vogla. Tash është në dilem edhe se cili kuvendar këtu. Edhe unë këtë pyetje po e shtroj tash. Në qoftë se nuk i japim këto 30.000 euro, është ma keq për atë qytetar. Por ama, cila është garanca nën kryetar që do të vazhdohet me kërkesën e mëtejshme që të nxirren edhe 30.000 euro tjera nga Ministrit përkatëse? A do të mirret me këtë çështje komuna e Prizrenit, apo duhet direkt qytetarit mirret me kompenzimin tjetër të për 34.000 eurove tjera? Sepse unë, me sa e di, neve shumë e përmendi dhe Florenti pak ma herët që kemi pas shumë probleme me kompenzime nga dëmet e fatkeqësive natyrore e tjera nga AME-ja, por a do tjetë i njëjti fat edhe për këta? Tash unë si kuvendar i kësaj asambleje, jem dyshim në qoftë se e votoj që qytetarit i merr 30.000 euro, apo i bëjt dëm, apo hajrat i qytetari. Kjo është dilema këto. Por në qoftë se ju i rrini fjalëve që do ta çoni deri në fund me kërkesën që të kompenzohet, sepse ndryshe është kur një organ si komuna e Prizrenit i drejtohet AME-s për kompenzime, ndryshe është qytetari vetë në qoftë se orvatet dhe sorollatet në për korridoret të AME-s atje. Duke i ditë paraprakisht se si kanë vepru AME-ja. Në qoftë se e kemi një përgjigje që komuna do t'i rri gati kësaj pune, dhe që t'ja siguroj edhe pjesën tjetër nga Ministrit përkatëse, atëherë automatikisht unë mendoj që duhet të mbështetet, që t'i ndahen edhe këto. Faleminderit, Karanfil.
Unë veç po shtroj si pyetjes e tha që mos më politizu. Mirë, po na kemi votu shumë vendime këtu, edhe na kanë refuzu pastaj ministrit përkatëse nuk i kanë përfill vendimet tona. Andaj, në qoftë se ky votim, edhe ky vendim që mirët sot, në qoftë se prap vjen si kundërligjshëm, nëse i keni analizuar të gjitha këto, nuk ka problem se nuk duhet bëhet dilemtar diskutime me hyrë në atë punën e komisionit që ka vlerësuar gjatë 4.000 apo 50.000, fundit secili pagun aq sa ka kapacitetin e vet, me kapacitet vet pagun. Mirë, po unë kisha dashur në qoftë se me të vërtet vendimin që na sot do ta votojmë nuk do të kthehet negativ, unë nuk kam atje. Mirë, po në qoftë se kthehet negativ, mos na futni me votu, sepse me të vërtet po vinë shumë vendime po na kthehen negative. Faleminderit. E para nuk kthehet vendimi se domethënë është pozicioni i caktuar prej cilit pozicion bëhet kjo pagesë, kjo është ndihmë. Domethënë na nuk po paguajmë ndihmë për dëmet që kanë shkaktuar, edhe është gjithçka sa i përket pjesës së vendimit. Ndërkohë, pas vendimit për mbolimin e kësaj pjese, edhe mbolimit të pjesës tjetër me vendim të kryetarit, raporti në tërësi shkon në Qeveritë e Republikës Kosovës, aty ku shqyrtohen gjitha kërkesat që ndodhen zakonisht prej kretë komunave. Tash, çfarë vendimi merr qeveria, unë nuk më ditë. Po raporti shkon, besoj, brenda pak ditëve. Edhe do të jetë atje sepse ky ka qenë i gatshëm për me shku atje. Po na kemi stopu për shkak të këtij vendimit që po e marrim sot, edhe i njëjti pastaj vazhdon me njoftimin që palëve ju kanë mbulu pagesa me këto shuma që sot vendosim të. Faleminderit nën kryetare dhe drejtoresha i ka fjalën. Faleminderit kryesuese, unë ndoshta më përgjigj Florentit. Florenti e di se sa herë në mbledhje unë e kum cilësu si rastin njëjtë. Tash ta dalloni se fatkeqësitë natyrore janë fatkeqësitë rrëshqitjet e dhejut, zjarret, tërmetet, ndërsa fatkeqësitë tjera janë të gjitha fatkeqësitë që munden mu shkaktu edhe prej aksidenteve, edhe prej faktorit njeri. Kështu që pse është bë ky kompenzim? Është bë për arsye se ju si kuvend keni propozu kryetarit. Në të kundërtën, kjo kish me shku njëjtë si kurse janë dëmtu qytetarë tjerë. Edhe unë qëndroj prapa asaj që e kom thënë. Po Florent replik. Drejtëresh, na nuk të pyetëm çfarë fatkeqësi është. Ti që tu na ke thonë na që nuk kemi drejt as si kuvend, as si ekzekutiv me marrë vendim për më nda mjetet financiare. Na ke thonë nuk kemi fonde, nuk kemi kod buxhetor, na ke thonë që to ti na ke thonë. Nuk na ke thonë a për këtë fatkeqësi ose atë fatkeqësi. Ti që tu na ke thonë që nuk na lejon qeveria, kjo edhe akuzat e AME-a të qeveria. E tash po del këtë e kontra, që pas kom pas drejt për vullneti politik, nuk ka qëllë. Faleminderit. Është e vërtet, Florent, që kum thonë që na nuk kemi kod buxhetor për raste emergjente. Edhe është e vërtet që nuk na ka leju qeveria me pas një fond emergjent. Kjo pagesë është bë në mënyrë të veçantë, si ndihmë prej subvencioneve, nuk është bë prej një kodit të cilën ne kemi, sepse nuk kemi kod. Se s'po boni edhe për tjera. Nuk po na lejon qeveria, ju kum spjegu erën e fundit. Okej, bre, mos e bëni fond, bëni një subvencion për dëme. As mundeni me bëa? Pse s'po puneni? Po jo, kur ka mënyra me shpenzu para ndika tjetër, po keni mundësi. Jo bre, në kryetar se Faleminderit që ndrojmë te pika, ju lutem. Ti kryesuese, unë sinqerisht jemi në hall. Se dëmi është i madh. Edhe tash nuk po dim asnjë çfarë më bëhet sepse qytetarët i keni këtu. Ose nëse është mundësia le dalin edhe ata le të na tregojnë çfarë pritje kanë prej legjislativit, prej ekzekutivit, pse s'ka? Jo, s'ka. Thjesht ne jemi në hall. Ne këtu e kemi pru për rekomandim edhe kemi sjell si listë e tanësishme. Dafin, se po duhet mi përsërit edhe fjalët e nënkryetarit, është e vërtetë që e kemi votu si rekomandim, e kemi dërgu me kohë te ekzekutivi te kryetari. Mundësit i tregoj kryetarit që kanë pas mi pagu, po përsëri nënkryetar merre fjalën patjetër. Jo veç shumë e po ta ndrojnë që kemi me rashit të politizimi këti rastet e peshe që po dënë me një Dafina që ti. Edhe një kërkesë e kam sinqert, misësore, racionale.
qiten votim edhe vullneti politik vendoset me votë. Mos e politizo çështjen. Ju lutem jemi në proces të votimit. Po veç jo pra veç një minutë kryesuese. A bën veç diçka? Veç falni. Ne jemi këtu persona politik. Edhe ne rekomandimet i bim prej qytetarëve. Çka është kjo droj, mos e politizoni. Pse Kujtim Gashi s'po bën politik çto a? Qysh as pak. Puro politike është ka të bëk tash. Pse? Se përgjegjësinë e cila i takon qeverisë lokale, po ja zgjum qeverisë qendrore. Puro politike është kjo. Puro politike. Ti vetë je i pakënaqur mbi qeverisë qendrore, apo jo? Ju lutem. Ti i pakënaqur mbi qeverisë qendrore. Dafina, ju lutem nën kryetar. Urno tregoje zotësinë nivel lokal. Apo thu që ne jemi të paaft. Urno. Ju lutem. Dafina, sikur se ti edhe gjithë ne të tjerët mendoj që kemi pas dëshirë edhe mundësi Jo, mos u drejto ashtu të lutem. Mirë, po këto janë mundësi që i kemi marrë prej ekzekutivit, sepse sa për vullnete, për dëshirë, kemi pas që 100% me u kompenzu. Mirë, po këto janë mundësit. I ku mbet borxh zotrit Muça, e ka disa herë që ka kërku fjalën, kërkoj falje edhe të lutem sa më shkurt edhe jemi në proces të votimit. Po patjetër kryesuese, faleminderit. Pasi shumë kolegë këtu me të vërtet nga njerë sigurisht edhe morrin edhe orientime politike, po në këto raste të fatkeqësive sigurisht që duhet të mojmë pak rezerva që mos të politizohen shumë tragjedit. Unë mendoj që sigurisht se kërkesa e cila është rekomandu... Ju lutem për pak vëmendje, po ju lutem. Kërkesa e cila është rekomandu për një ndihmë sigurisht se është e nevojshme, jo veç për këtë rast që ka ndodhur kjo tragjedi apo raste të tjera të fatkeqësive, sigurisht se të gjithë ne jemi pro çdo lloj ndihme e cila është e mundur për të bërë, megjithëse ndoshta s'është e duhur ajo që është kërku, po sigurisht se jemi pro për aq sa ka mundësi, dhe me të vërtetë që të mbojmë pak rezervë në rastet aksidentale, çfarë do natyre që ato ndodhen në qytetin tonë dhe vëllash Zotit mos të ndodhin asnjëherë tash tutje. Shumë faleminderit zotri Muça. Jemi në proces të votimit. Prezent jemi 27 antar. Kush është për që të miratohet kjo pikë e renditës? Unanimisht ju faleminderit gjithëve. Unë po propozoj me i vazhdu edhe 3 pika. I kemi apo po doni pauzë? Çysh doni? Pauzë. Qysh jeni shumica, ju lutem? Pauzë. Shkojmë me 1 orë pauzë atëherë. Kryesuese veç pak, a mujna me vazhdu për shkak që disa nga gratë asambleiste jemi me asociacionin e komunave janë të na prit në takem. Dafina, me sa po e shon ti Egzona, me sa po e shoh shumica janë për pauzë, kështu që vazhdoj me pauzë.